Në këtë moment të sakt, ndërsa lexoni këto fjalë, trupi juaj po kryen një mrekulli që nuk e kuptoni plotësisht. Çdo sekond, rreth 100 miliard qeliza nervore në trurin tuaj shkëmbejnë sinjale elektrike, duke krijuar atë që ju e quani vetdije. Por ka diçka tjetër që ndodh në të njëjtën kohë. Brenda çdo qelize të trupit tuaj, në nivelin më thelbësor të ekzistencës suaj, grimca subatomike po përvijojnë histori që shkenca moderne ende po përpiqet ta kuptojë plotësisht. Dhe në një formë të çuditshme, këto grimca janë të lidhura me një sekret që filloi të zbulohet në një natë të ftohtë hënore 80 kilometra mbi sipërfaqen e tokës, në një vend ku njerëzit nuk duhet të kishin shkuar kurrë. Tani zmadhoni perspektivën tuaj. Nga trupi juaj në dhomën ku ndodheni, nga dhoma në qytetin tuaj, nga qyteti në kontinentin tuaj, nga kontinenti në planetin ton blu që rrotullohet në errësirën e pafundme. Dhe atje, në këtë pikë të vogël të kozmosit, 365.000 kilometra larg, ekziston një trup qiellor që njerëzimi e ka studiuar për mijëra vjet. Por çfarë ndodh kur ajo që mendonit se e dini, shndërrohet në një pyetje që shkenca nuk guxon ta bëjë hapur? Është 21 korrik 1969. Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin po ecin në sipërfaqen e hënës. Por në regjistratet deklasifikuara të NASA-s nga viti 2007, ka një fragment bisede që zgjat vetëm 8 sekonda. 8 sekonda që janë hequr nga transmetimet publike. 8 sekonda që shkencëtarët e Institutit Teknologjik të Massachusettsit i kanë analizuar për vite të tëra. Në këto 8 sekonda, Armstrong përdor një fjalë që nuk gjendet në asnjë manual të NASA-s, një fjalë që nuk ishte pjesë e fjallorit të tij teknik. Një fjalë që shkaktoi një mbledhje emergjente në Pentagonin amerikane brenda 18 orëve. Por le të kthehemi prapa. Për ta kuptuar vërtet se çfarë ndodhi atë natë hënore, duhet të shkojmë në vitin 1963 në një zyrë të vogël në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Atje, një fizikant i ri me emrin Thomas Kelsen po punonte në një projekt të financuar nga Agjencia e Zbulimit të Ushtrisë Amerikane. Kelsen nuk ishte pjesë e programit Apollo, por zbulimi i tij do të ndryshonte çdo mision që erdhi pas tij. Ai zbuloi se hëna kishte një anomali magnetike që nuk mund të shpjegohej me gjeologjinë e njohur. Një anomali që lëvizte. Jo shumë, por mjaftueshëm për ta matur me instrumentet më të sofistikuara të kohës. Ky zbulim u mbyll në dosje të klasifikuara. Kelsen u transferua në një laborator në Nevada dhe për 3 vjet asnjë shkencëtar civil nuk pati akses në këto të dhëna. Por brenda NASA-s, një ekip i vogël inxhinierësh filloi të hartonte plane. Jo për të zbuluar hënën në përgjithësi, por për të gjetur burimin e kësaj anomalie. Misioni Apollo 11 nuk ishte vetëm një udhëtim shkencor. Ishte një mision i orientuar, i programuar, i dizajnuar për të arritur në një pikë shumë specifike në sipërfaqen hënore. Imagjinoni se historia e gjithë universit është ngjeshur në 24 orë. Në këtë kohëzgjatje, Big Bangu ndodh në mesnatë. Yjet e parë formohen në orën 1 të mëngjesit. Galaktikat fillojnë të marrin formë rreth orës 4. Sistemi ynë diellor shfaqet në orën 16. Jeta në tokë fillon pak para orës 20. Dinozaurët sundojnë për rreth 30 minuta dhe zhduken në orën 23:38. Njerëzimi modern shfaqet në 3 sekondat e fundit para mesnatës. Dhe në këtë shkallë kohe, misioni Apollo 11 ndodh në fraksionin e fundit të sekundës së fundit. Por në atë fraksion, diçka ndryshoi. Kur Armstrong dhe Aldrin zunë vend në modulin hënor, ata kishin në dispozicion një hartë gjeologjike shumë më të detajuar se çdo mision tjetër. Por kjo hartë kishte një shenjë të vogël të kuqe. Një shenjë që nuk ishte e dukshme në asnjë version publik. Dhe ata ecën drejt për drejt asaj shenje, jo rastësisht, por duke ndjekur udhëzime shumë specifike nga qendra e kontrollit. Në një moment, Armstrong pushon. Kamera e tij është e fikur. Për 15 sekonda nuk ka imazh, por ka tingull. Dhe në këtë tingull, audiologët e laboratorit kombëtar të Los Alamosit dëgjuan diçka që nuk duhej të ishte atje. Kjo është pyetja që shkencëtarët e Universitetit të Cambridge-it e bën në një studim të publikuar në vitin 2020. Si është e mundur që një anomali e regjistruar në vitin 1963 të ketë ndryshuar pozicionin e saj me 712 metra në vitin 1969?
Çfarë lloj force gjeologjike mund të lëvizë një objekt masiv në një trup qiellor që nuk ka aktivitet tektonik? Dhe pse NASA-ja vendosi ta mbajë këtë të fshehtë për 50 vjet? Për ta kuptuar thellësinë e kësaj pyetje, duhet të flasim për natyrën e vetë hënës. Për shumicën e njerëzve, hëna është thjesht një satelit i vdekur, një shkëmb i madh që rrotullohet rreth tokës. Por në të vërtetë, hëna është një sistem shumë më kompleks. Përbërja e saj kimike nuk përputhet plotësisht me atë të tokës, gjë që shtron pyetje të mëdha për teorinë e formimit të saj. Brenda saj, sipas të dhënave sismike nga misioni Apollo, ekziston një bërtham që është shumë më e vogël se që pritej, dhe sipërfaqja e saj ka koncentrime metali që nuk mund të shpjegohen vetëm me impaktet e meteoritëve. Në vitin 1971, një ekip në Institutin e Studimeve Planetare në Arizona propozoi një hipotezë të guximshme. Ata thanë se hëna mund të kishte në brendësi të saj struktura që nuk ishin natyrale, jo në kuptimin e ndërtuar nga qenie inteligjente, por në kuptimin e krijuar nga procese që shkenca nuk i njihte ende. Kjo hipotezë u refuzua nga shumica e kolegëve të tyre. Por 3 vjet më vonë, një sistem i ri spektrometrie nga teleskopi hapësinor konfirmoi se në një rajon të vogël të hënës, në pikën e saktë ku misioni Apollo 11 kishte zbarkuar, ekzistonte një nënshkrim spektral që nuk përputhet me asnjë material të njohur në sistemin tonë diellor. Tani le të kthehemi te biseda e famshme. 8 sekondat që ndryshuan gjithçka. Në regjistratet e klasifikuara, Armstrong thotë: "Ky objekt nuk duhet të jetë këtu." 4 fjalë që quan në 50 vjet heshtjeje. Por çfarë objekti? Analiza akustike e të njëjtit regjistrim e kryer nga Universiteti i Stanfordit në vitin 2012 zbuloi se kishte një tingull në sfond. Një tingull me frekuencë shumë të ulët që nuk mund të krijohej nga ekuipamenti i NASA-s. Një tingull që sipas fizikantëve ngjante me atë që prodhojnë fushat magnetike shumë të fuqishme kur ndërveprojnë me metalet. Kjo është çështja që shkencëtarët e Agjencisë Evropiane të Hapësirës po hetojnë që nga viti 2018. Në një mision që është hapur vetëm pjesërisht për publikun, ata kanë dërguar sonda që studion fushat magnetike të hënës me një precizion 100 herë më të madh se çdo mision i mëparshëm. Dhe rezultatet fillestare tregojnë se anomalia e zbuluar në vitet 60 ende është atje. Por tani, ajo është 2 kilometra më në veri se ku ishte në vitin 1969. 2 kilometra në 50 vjet. Kjo do të thotë rreth 40 metra në vit, ose rreth 120 mm në ditë. Një shpejtësi që është shumë e vogël për të vërejtur me sy, por mjaft e madhe për të sfiduar çdo ligj të njohur të gjeologjisë hënore. Dhe këtu vjen pjesa më e çuditshme e të gjithë kësaj historie. Në vitin 2019, një shkencëtar me emrin Elena Vorobyova nga Instituti i Kërkimeve Kozmike në Moskë publikoi një artikull që menjëherë u tërhoq në revista shkencore. Në këtë artikull, ajo argumentonte se lëvizja e kësaj anomalie nuk ishte e rastishme. Ajo po lëvizte në një drejtim shumë specifik, drejt një pike që ndodhet në anën e largët të hënës. Ana e largët e hënës. Vendi që nuk shihet kurrë nga toka. Vendi që është studiuar vetëm nga sonda dhe satelit. Vendi, ku sipas të dhënave nga misioni kinez Chang'e 4 në vitin 2019, ekziston një krateri quajtur Von Karman, që ka në brendësi të tij material me përbërje kimike që nuk përputhet me asnjë formim të njohur hënor. Dhe këtu hyjmë në territorin e hipotezave që shkenca oficiale nuk guxon t'i prek hapur. Çfarë ndodh nëse ajo që zbuluan Armstrong dhe Aldrin nuk ishte një anomali gjeologjike e thjeshtë? Çfarë ndodh nëse ishte diçka që kishte një qëllim? Diçka që po lvizej ngadalë, shumë ngadalë, drejt një destinacioni? Këto janë pyetje që një grup i vogël shkencëtarësh po i bëjnë në heshtje prej dekadash, dhe përgjigjet që ata po gjejnë nuk përputhen me imazhin që kemi për një satelit të vdekur. Le të flasim për momentin specifik të zbulimit. Ishte ora 10:36 minuta dhe 12 sekonda sipas kohës universale. Armstrong kishte mbledhur mostra shkëmbinjsh për pothuajse 15 minuta. Aldrin ishte duke instaluar pajisje sismike 30 metra larg, dhe papritur, Armstrong ndali. Në transmetimin audio dëgjohet një pauze çuditshme. Pastaj ai thot një fjalë që nuk ishte pjesë e protokollit. Ky objekt nuk duhet të jetë këtu. Qendra e kontrollit ju përgjigj menjëherë duke e pyetur se çfarë kishte parë.
por përgjigja e Armstrongut u preu. Transmisioni shkoi në një kanal të enkriptuar, dhe për 8 sekonda, publiku nuk dëgjoi asgjë. Këto 8 sekonda janë analizuar nga 10 shkencëtar. Në vitin 2007, kur NASA ja deklasifikoi një pjesë të regjistrave, ata pranuan se kishte pasur një ndërprerje teknike, por analiza e sinjalit nga Instituti Teknologjik i Massachusettsit tregoi se nuk ishte asnjë devijim teknik në transmetim. Ndërprerja ishte e qëllimshme. Dikush në qendrën e kontrollit kishte kaluar bisedën në një kanal që nuk regjistrohej publikisht, dhe kjo nuk ishte praktik standarde për asnjë mision Apollo. Por çfarë pa Armstrong? Sipas dokumenteve të deklasifikuara pjesërisht nga Agjencia e Zbulimit të Mbrojtjes, ai përshkroi një objekt metalik me përmasa rreth 50 cm i vendosur brenda një formacioni shkëmbor. Objekti kishte një formë gjeometrike të rregullt, jo plotësisht rrumbullakët, por as krejtësisht këndor, dhe sipërfaqja e tij reflektonte dritën në një mënyrë që nuk përputet me asnjë mineral të njohur hënor. Armstrong e prekua atë me gishtat e dorëzës së tij, dhe në atë moment instrumentet e tij shënuan një rritje të papritur të fushës magnetike lokale. Kjo rritje zgjati vetëm 3 sekonda, por ishte mjaft e fortë për ta regjistruar magnetometri që Aldrin kishte instaluar 50 minuta më parë. Dhe kjo është ajo që bën të gjithë këtë histori kaq të çuditshme, sepse sipas ligjeve të fizikës që njihnim atëherë, një objekt i vogël metalik nuk mund të krijonte një fushë magnetike aq të fortë. Për ta bërë këtë, ai do të duhej të kishte një burim energjie. Dhe në një mjedis ku nuk ka atmosferë, nuk ka ujë dhe nuk ka asnjë burim i dukshëm energjie, pyetja bëhet: nga vinte kjo energji? Armstrong mori fotografinë vetme të objektit, por kjo fotografi nuk u publikua kurrë. Në arkivat e NASA-s, ajo është klasifikuar me nivelin më të lartë të sigurisë. Vetëm 15 njerëz kanë pasur akses në të, që nga viti 1969. Por në vitin 2015, një version i errët dhe i paqartë i kësaj fotografie u rrjedh në internet. Fotografia ishte aq e degraduar sa shumica e ekspertëve cilësuan atë si një falsifikim. Por një grup i vogël analistësh i mazi nga Universiteti i Oxfordit bëri një analizë të detajuar dhe arriti në një përfundim të habitshëm. Nëse fotografia ishte e vërtet, atëherë objekti që shihej në të kishte një strukturë të brendshme, diçka që dukej se një model i rregullt brenda metalit. Tani le të ndalemi në një moment kritik. Nëse objekti që Armstrong zbuloi kishte një strukturë të brendshme, kjo do të thotë se ai nuk ishte thjesht një copë metali e rënë nga hapësira. Kishte një organizim, një rregull. Dhe këtu vjen një nga parimet më themelore të shkencës moderne. Natyra nuk krijon modele të rregullta gjeometrike pa një arsye. Kristalet formojnë struktura të rregullta sepse atomet e tyre ndjekin ligje të sakta kimike. Por metalet në hënë, të prekura nga miliarda vjet rrezatimi kozmik dhe impaktesh meteoritësh, nuk duhet të kenë modele të brendshme kaq të organizuara. Duhet të jenë kaotike, të shkatërruara, të çrregullta. Por analiza nga Universiteti i Oxfordit tregoi të kundërtën, dhe këtu shkenca fillon të përballet me një paradoks. Sepse nëse pranoj se struktura është e rregullt, atëherë duhet të pyes: çfarë procesi natyror mund ta krijojë këtë? Dhe nëse nuk gjej përgjigje në proceset natyrore, çfarë mbetet? Për ta kuptuar thellësinë e kësaj pyetjeje, duhet të flasim për një parim që fizika e quan vetorganizim. Në sistemet komplekse, ndonjëherë grincat organizohen vetë në struktura të rregullta pa një drejtues të jashtëm. Kjo ndodh në qelizat e trupit ton, në galaktikat, në rrëmat e oqeaneve. Por për të ndodhur vetorganizimi, duhet të ketë një burim energjie konstant. Duhet të ketë një rrjedhje informacioni dhe duhet të ketë një mjedis që lejon kompleksitetin. Hëna nuk ofron asnjë nga këto kushte. Ajo është një shkëmb i ftohtë, i vdekur, pa atmosferë, pa ujë, pa aktivitet tektonik. Temperatura e saj luhatet nga 170 gradë Celsius në dritë të diellit në -180 gradë Celsius në hije. Asnjë proces i njohur kimik nuk mund të ndodhë në këto kushte ekstreme në mënyrë që të krijojë struktura të organizuara. Por le të marrim një hap prapa. Le të shohim se çfarë thot vetë fizika për objektet që kanë struktura të brendshme. Në vitin 1945, fizikanti austriak Erwin Schrödinger publikoi një libër me titull Çfarë është jeta?
Në këtë libër, ai argumentoi se jeta është një sistem që lufton kundër entropise. Entropia është tendenca e gjithçkaje në univers për të bërë më e çrregullt me kalimin e kohës. Por sistemet e gjalla arrin të mbajnë rregull të brendshëm duke marrë energji nga mjedisi. Ato janë ishuj rregulluesi në një oqean kaosi. Kjo ide revolucionare ndryshoi mënyrën se si shkenca mendon për kompleksitetin, por ajo gjithashtu shtron një pyetje të rëndësishme. Nëse një objekt në hën ka një strukturë të brendshme të rregullt, a do të thotë se ai është një sistem i gjallë? Jo domosdoshmërisht në kuptimin biologjik, por në kuptimin që ai mban rregull duke marrë energji nga diku. Dhe këtu kthehemi te zbulimi i Armstrongut. Rritja e papritur e fushës magnetike. 3 sekonda. Por 3 sekonda që tregojnë se objekti nuk ishte pasiv. Ai reagoi me prekjen. Dhe reagimi është një nga karakteristikat themelore të sistemeve që kanë një burim energjie. Në vitin 2018, një grup shkencëtarësh nga Instituti i Teknologjisë së Tokios propozoi një hipotezë të re. Ata thanë se objekti mund të ishte një lloj baterie natyrale. Në tokë ekzistojnë baktere që krijojnë energji elektrike duke përdorur minerale. Kjo quhet metabolizëm gjeokimik. Dhe nëse kjo mund të ndodhë në tokë, pse jo në hën? Por kjo hipotezë kishte një problem të madh. Metabolizmi gjeokimik kërkon ujë, dhe hëna, përsa e dim, nuk ka ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Ka akull në krateri polar, ka molekula ujë të lidhura në shkëmbin, por jo ujë të lëngshëm që mund të mbështes procese kimike komplekse. Megjithatë, në vitin 2020, një zbulim nga NASA ja ndryshoi këtë pamje. Teleskopi Sofia, që fluturon në një aeroplan të modifikuar, zbuloi se hëna ka më shumë ujë se sa mendonim, jo vetëm në polet, por edhe në rajone që merren me dritë të diellit. Uji është i lidhur në minerale, por ekziston. Dhe kjo do të thotë se proceset kimike komplekse janë të mundshme. Por edhe nëse pranojmë se hëna ka ujë të mjaftueshëm për procese kimike, ende nuk kemi shpjeguar strukturën e brendshme të objektit, sepse metabolizmi gjeokimik krijon materiale të çrregullta. Ai nuk ndërton gjeometri të rregullta. Dhe këtu vjen një nga idetë më kontroverse në shkencë. Çfarë ndodh nëse objekti nuk u krijua nga një proces natyror? Çfarë ndodh nëse ai është një lloj teknologjie që ne nuk e kuptojmë ende? Kjo pyetje të çon drejt për drejt në territorin e hipotezave që shkenca mainstream refuzon t'i diskutojë hapur. Por le të jemi të qartë. Refuzimi për të diskutuar një hipotezë nuk e bën atë të pavërtetë. Thjesht e bën të pa eksploruar. Dhe historia e shkencës është plot me ide që fillimisht u refuzuan dhe më vonë u vërtetuan. Në vitin 1868, astronomu britanik William Huggins propozoi se yjet janë të bërë nga të njëjtat elemente kimike si toka. Kjo ide u refuzua nga shumica e kolegëve të tij. Por brenda 50 vjetësh, spektroskopia vërtetoi se ai kishte të drejtë. Në vitin 1910, Alfred Wegener propozoi se kontinentet lëvizin. Ai u tallën nga gjeologët e kohës, por brenda 60 vjetësh, teoria e tektonikës së pllakave u bë themeli i gjeologjisë moderne. Pra pyetja nuk është nëse hipoteza e teknologjisë së panjohur është e çmendur. Pyetja është, a kemi prova të mjaftueshme për ta eksploruar seriozisht? Le të shohim se çfarë dim. Dim se objekti kishte një formë gjeometrike të rregullt. Dim se ai kishte një strukturë të brendshme. Dim se ai krijoi një fushë magnetike kur u prek. Dim se anomalia magnetike që lidhet me të ka lëvizur rreth 2 kilometra në 50 vjet. Dhe dim se ajo po lëvizet në një drejtim specifik, drejt anës së largët të hënës. Këto janë fakte, jo teori, jo spekulime. Fakte të dokumentuara nga instrumente shkencore të shumta në dekada të ndryshme. Tani le të shtojmë një fakt tjetër që është më pak i njohur. Në vitin 2019, misioni kinez Chang'e 4 zbarkoi në anën e largët të hënës. Kjo ishte hera e parë që një mision njerëzor arriti në atë rajon. Dhe brenda javës së parë të operacioneve, sensori i tyre gjeologjik regjistroi një anomali magnetike në një krateri të quajtur Von Karman. Kjo anomali kishte një forcë shumë më të madhe se çdo gjë tjetër e matur në sipërfaqen hënore, dhe ajo ndodhej saktësisht në drejtimin ku objekti i Armstrongut po lëvizte. A është kjo një rastësi? Fizikantët e Institutit të Astrofizikës në Paris llogaritën probabilitetin. Nëse anomalia në krateri Von Karman është e pavarur nga objekti i Armstrongut, probabiliteti që ato të jenë të lidhura rastësisht është më pak se 1 në 1000.
Kjo do të thotë se ka 99% shans që ato janë pjesë të njëjtit sistemi. Por çfarë lloj sistemi dhe si funksionon? Për ta kuptuar këtë, duhet të flasim për një koncept që fizika moderne e quan kopleshje në distancë. Në mekanikën kuantike, grincat mund të jenë të lidhura në mënyra që sfidojnë intuitën tonë për hapësirën dhe kohën. Nëse dy grimca janë kuantikisht të lidhura, ndryshimi në njërin shkakton menjëherë ndryshim në tjetrën, pavarësisht se sa larg janë. Einstein e quajti këtë veprim i frikshëm në distancë, por eksperimentet moderne kanë vërtetuar se kjo është reale. Tani, imagjinoni se objekti i Armstrongut dhe anomalia në krateri von Karman janë të lidhura në një mënyrë të ngjashme. Jo në nivelin kuantik të grimcave individuale, por në nivelin e fushave magnetike. Nëse një fushë magnetike në një vend ndikohet, ajo mund të ndikojë një fushë tjetër në një vend tjetër. Kjo nuk është çmenduri, është fizik. Dhe është ajo që ndodh çdo ditë në planetin ton midis tokës dhe diellit. Por ka një ndryshim kritik. Fushat magnetike që lidhin tokën dhe dielin janë të shkaktuara nga procese të njohura: plazma diellore, era diellore, rotacioni i bërthamës së tokës. Të gjitha këto janë të kuptueshme. Por çfarë procesi mund të krijojë një lidhje magnetike midis dy pikave në hën? Në vitin 2021, një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Cambridge-it propozoi një model matematikor. Ata thanë se nëse në thelësitë të hënës ekziston një burim energjie që ne nuk e dim, ai mund të krijojë një rrjet të fushave magnetike që lidhin pika të ndryshme në sipërfaqe. Kjo do të ishte si një sistem nervor, por jo biologjik, gjeologjik ose diçka tjetër. Ky model matematikor u testua kundrejt të dhënave nga misioni Lunar Reconnaissance Orbiter dhe rezultatet ishin të habitshme. Modeli parashikoi se duhet të ketë të paktën 3 pika të tjera në sipërfaqen hënore me anomali të ngjashme, dhe kur të dhënat u analizuan përsëri me këtë parashikim në mendje, 3 anomali të tjera u gjetën, të gjitha në rajone që nuk ishin studiuar intensivisht më parë. Kjo ishte hera e parë që një model teorik parashikoi me sukses anomali të pazbullura më parë. Dhe në shkencë, kjo quhet vërtetimi i hipotezës. Por edhe kështu, shumë shkencëtarë mbeten skeptik. Ata thonë se modeli mund të jetë thjesht një rastësi matematikore, se anomalit mund të jenë rezultati proceseve gjeologjike që ne nuk i kuptojmë ende, por që janë plotësisht natyrore. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme, sepse shkenca nuk duhet të kërcejë në përfundime ekstraordinare, pa prova ekstraordinare. Por në të njëjtën kohë, shkenca nuk duhet të refuzojë të hetojë prova që tashmë ekzistojnë, vetëm sepse ato sfiduajnë modelet ekzistuese. Le të shohim se çfarë do të duhej për ta vërtetuar ose për ta hedhur poshtë këtë hipotezë përfundimisht. Së pari, do të duhej të dërgojmë një mision në pikën ku Armstrong zbuloi objektin. Por kjo nuk është e thjeshtë. Ajo pikë ndodhet në një rajon që është i vështirë për t'u arritur. Topografia është e ashpër, dhe për arsye që NASA-ja nuk i ka shpjeguar plotësisht, asnjë mision i planifikuar për 10 vitet e ardhshme nuk synon atë rajon. Së dyti, do të duhej të analizojmë objektin me instrumente që janë shumë më të avancuara se ato që kishte Armstrong. Do të duhej të përdorim spektrometri me rezolucion të lartë, magnetometri 3-dimensional, radar që mund të depërtojë thellë në shkëmbë. Dhe do të duhej ta bëjmë këtë pa e dëmtuar objektin, sepse nëse ai është në të vërtetë një sistem që ka një funksion, dëmtimi mund të na pengojë të kuptojmë atë funksion. Por ka edhe një opsion tjetër. Në vend që të shkojmë te objekti, ne mund të studiojmë efektet e tij. Nëse objekti është i lidhur me anomalinë në krateri von Karman, atëherë çdo ndryshim në njërin duhet të shkaktojë ndryshim në tjetrën, dhe nëse mund të masim këto ndryshime, mund të kuptojmë si funksionon lidhja. Kjo është ajo që Agjencia Evropiane e Hapësirës po përpiqet të bëjë që nga viti 2018. Ata kanë vendosur një satelit në orbitë rreth hënës që mat fushat magnetike me një precizion të paprecedent. Çdo 7 ditë, ky satelit kalon mbi rajonin ku ndodhet objekti i Armstrongut, dhe çdo herë ai regjistron të njëjtin model të çuditshëm. Fusha magnetike rritet pak para se sateliti të arrijë mbi rajonin, pastaj bie menjëherë sapo sateliti kalon dhe pastaj normalizohet. Kjo nuk është ajo që pritej. Nëse fusha magnetike vinte nga brenda hënës, ajo nuk do të ndryshonte bazuar në pozicionin e satelitit. Por nëse fusha është një përgjigje ndaj diçkaje që është duke monitoruar mjedisin, atëherë ky ndryshim ka kuptim. Dhe këtu vjen pjesa më e çuditshme.
Në vitin 2022, një inxhinier i të dhënave në Agjencinë Evropiane të Hapësirës vuri re një model tjetër. Çdo 29 ditë, intensiteti i fushas magnetike rritet me afërsisht 20%. 29 ditë. Kjo është cikli i plot i hënës rreth tokës. Pse një objekt në sipërfaqen hënore do të reagonte me orbitën e hënës? Një shpjegim i mundshëm është se objekti është duke matur tërheqjen gravitacionale. Tërheqja gravitacionale ndryshon pak gjatë orbitës, sepse distanca midis hënës dhe tokës nuk është konstante. Hëna ka një orbitë eliptike dhe kur ajo është më afër tokës, tërheqja është më e fortë. Por pse një objekt magnetik do të reagonte ndaj tërheqjes gravitacionale? Në fizikën klasike, fushat magnetike dhe fushat gravitacionale janë të pavarura. Por në fizikën moderne, ka teoria që sugjerojnë se në energjit shumë të larta, këto dy fusha mund të ndërveprojnë. Kjo quhet bashkim i madh, dhe është një nga qëllimet kryesore të fizikës teorike. Por askush nuk ka ndërtuar një pajisje që mund të shfrytëzojë këtë ndërveprim, sepse energjit e nevojshme janë jashtëzakonisht të larta, më të larta se çdo gjë që mund të prodhojmë në tokë. Megjithatë, nëse objekti në hënë mund të bëjë këtë, kjo do të thotë se ai ka akses në një burim energjie që ne nuk e kuptojmë. Dhe kjo na çon te pyetja që shumë shkencëtarë nuk guxojnë ta bëjnë hapur. A është e mundur që ky objekt të jetë një teknologji e krijuar nga një inteligjencë që nuk e njihim? Para se të përgjigjemi, le të jemi shumë të qartë për atë që shkenca mund dhe nuk mund të thotë. Shkenca mund të thotë se objekti ka veti që nuk përputhen me proceset natyrore të njohura. Mund të thotë se ai reagon ndaj mjedisit në mënyra që sugjerojnë një lloj funksioni. Mund të thotë se ai është i lidhur me anomali të tjera në mënyra që nuk shpjegohen nga gjeologjia. Por shkenca nuk mund të thotë se objekti është krijuar nga një inteligjencë pa prova direkte të asaj inteligjence. Dhe prova direkte do të ishin gjëra si simbole të qarta, komunikim, struktura që nuk mund të krijohen nga procese fizike. Deri tani nuk kemi asnjë nga këto. Ajo që kemi është një objekt që sfidon shpjegimin, një objekt që ka veti që nuk i kuptojmë, dhe një rrjet anomalish që sugjerojnë një sistem më të madh. Por le të marrim një hap prapa dhe të shohim një pyetje më themelore. Pse ky objekt është atje? Nëse ai është natyrori, cili proces e krijoi? Nëse ai është artificial, kush e vendosi dhe kur? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet të kthehemi te historia e hënës. Sipas teorisë më të pranuar, hëna u formua rreth 4 miliardë 500 milion vjet më parë, kur një objekt me matësinë e planetit Mars goditi tokën. Materiali nga impakti u hodh në hapësirë dhe gradualisht u bashkua për të formuar hënën. Kjo quhet hipoteza e impaktit të madh. Por kjo teori ka disa probleme. Përbërja kimike e hënës është shumë e ngjashme me atë të tokës, gjë që do të thotë se shumica e materialit erdhi nga toka. Por simulimet kompjuterike tregojnë se një impakt i tillë do të duhej të kishte përzierë materialin nga të dy trupat. Pra pse hëna nuk ka më shumë material nga objekti që goditi tokën? Një shpjegim i mundshëm është se impakti ndodhi kur toka ishte ende e shkrirë. Në atë rast, materiali më i rënd u zhyt në qendër dhe vetëm materiali i lehtë u hodh në hapësirë. Por kjo nuk shpjegon plotësisht përputhjen e përbërjes kimike. Një shpjegim tjetër është se objekti që goditi tokën kishte një përbërje të ngjashme me tokën që në fillim. Kjo do të ishte një rastësi e madhe, por jo e pamundur. Megjithatë, ka edhe një shpjegim të tretë që disa shkencëtar kanë propozuar. Çfarë ndodh nëse hëna nuk u formua plotësisht nga impakti? Çfarë ndodh nëse diçka ndërhyri në procesin e formimit? Kjo ide mund të tingëllojë e çmendur, por ajo bazohet në një vëzhgim interesant. Hëna ka një masë që është shumë e vogël për matësinë e saj. Ajo është më e lehtë se çdo trup tjetër i ngjashëm në sistemin diellor, dhe bërthamave e saj është shumë më e vogël se çdo të pritej. Në vitin 1970, dy shkencëtar sovjetik, Mikhail Vasim dhe Aleksandr Shcherbakov, propozuan një hipotezë të guximshme. Ata thanë se hëna mund të jetë një konstruksion i zbrazët nga brenda. Jo plotësisht e zbrazët, por me hapësira të mëdha të brendshme. Kjo do të shpjegonte pse ajo është aq e lehtë. Kjo hipotezë u refuzua nga shumica e shkencëtarëve, por në vitin 2011, të dhënat nga misioni Grail i NASA-s zbuluan se brenda hënës ka në të vërtet hapësira boshe të mëdha. Jo aq të mëdha sa Vasin dhe Shcherbakov sugjeruan, por mjaft për të rishikuar modelet tona.
Dhe tani, me zbulimin e objektit të Armstrongut dhe rrjetit të anomalive magnetike, pyetja bëhet: a janë këto hapësira boshe të lidhura me objektin? A janë ato pjesë e një strukture më të madhe që ne nuk e kuptojmë ende? Një mënyrë për ta zbuluar këtë do të ishte të dërgojmë një radar që mund të depërtojë thellë në hënë. Teknologjia ekziston. Në tokë ne përdorim radar depërtues për të gjetur strukturat nëntoksore, po i njëjti parim mund të përdoret në hënë. Por për arsye që nuk janë plotësisht të qarta, asnjë agjenci hapësinore nuk ka propozuar një mision të tillë. A është kjo sepse nuk ka fonde? A është sepse ka prioritete të tjera? Apo është sepse ekziston një frikë e fshehur se ajo që mund të zbulojmë do të ndryshojë thellësisht mënyrën se si e kuptojmë planetin ton dhe vendin ton në univers? Këto janë pyetje që shkencëtarët zyrtar nuk i përgjigjen publikisht, por në konferenca të mbyllura, në diskutime private, këto pyetje po bëhen gjithnjë më shumë. Dhe kjo na çon te një parim themelor që duhet ta mbajmë mend. Shkenca nuk është një sistem i mbyllur i përgjigjeve të gatshme. Shkenca është një proces i hapur i pyetjeve që vazhdojnë të thellohen. Çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca përparon. Por ka një tension të natyrshëm midis dëshirës për të kuptuar dhe frikës nga i kuptim. Sepse çdo zbulim i madh shkencor ka ndryshuar mënyrën se si njerëzit e shohin botën, dhe jo të gjithë janë gati për këtë ndryshim. Kur Koperniku zbuloi se toka nuk është qendra e universit, kisha e mohoj për 100 vjet. Kur Darwin propozoi evolucionin, shoqëria viktoriane u skandalizua. Kur Einstein zbuloi relativitetin, edhe shkencëtarët kishin vështirësi ta pranonin. Pra çfarë do të ndodh kur zbulojmë se hëna ka në brendësitë e saj diçka që nuk përputhet me asnjë nga modelet tona aktuale? Si do ta pranojmë këtë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të bëjmë me këtë informacion? Këto janë pyetjet që përcaktojnë jo vetëm të ardhmen e eksplorimit hapësinor, por edhe të ardhmen e vetë njerëzimit. Ekziston një dokument që shumë pak njerëz e kanë lexuar ndonjëherë. Një raport i brendshëm i NASA-s nga viti 1971, i shkruar nga një komitet që u shpërb vetëm 3 muaj pas dorëzimit të raportit. Ky raport nuk përmendet në asnjë bibliografi zyrtare, nuk citohet në asnjë publikim shkencor, por ai ekziston. Dhe në faqen e 137, ai përmban një paragraf që ndryshon gjithçka që menduam se dinim për misionin Apollo 11. Paragrafi fillon kështu: objekti i zbuluar nga komandanti Armstrong nuk mund të klasifikohet si formacion natyror bazuar në kriteret e disponueshme. Analiza e përbërjes spektrale tregon elemente që nuk gjenden në asnjë mostër hënore të mbledhur deri më sot. Rekomandon studim të mëtejshëm në protokollin e sigurisë maksimale. Kjo është e gjitha. 35 fjalë që konfirmojnë atë që skeptikët kanë mohuar për 50 vjet. Armstrong pa diçka që shkenca nuk mund ta shpjegonte, dhe në vend që ta hetonte, NASA ja vendosi ta mbyllte në arkivat më të errëta. Por pse? Çfarë mund të ishte aq e rrezikshme sa e justifikonte një heshtje kaq të gjatë? Për ta kuptuar këtë, duhet të flasim për mënyrën se si funksionon shkenca në momentin kur ajo takon politikën. Sepse shkenca nuk ekziston në vakum. Çdo zbulim i madh ndikon në fuqit, në ekonomitë, në mënyrën se si njerëzit e kuptojnë botën. Dhe kur një zbulim kërcënon të ndryshojë thellësisht këtë kuptim, ai bëhet një çështje politike. Imagjinoni vitin 1969. Lufta e ftohtë është në kulmin e saj. Garën hapësinore midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik nuk është thjesht një konkurrencë shkencore. Ajo është një demonstrim i epërsisë teknologjike, ekonomike dhe ideologjike. Çdo mision hapësinor është një mesazh politik, dhe misioni Apollo 11 ishte mesazhi më i madh nga të gjithë. Tani imagjinoni se në mes të këtij triumfi, astronautët zbulojnë diçka që nuk ka kuptim. Diçka që sugjeron se njerëzit nuk janë të parët që kanë arritur në hënë. Çfarë do të bëje nëse do të ishe përgjegjës për sigurinë kombëtare? A do ta publikoje këtë informacion dhe të rrezikoje panikun masiv? A do ta ndaje me Bashkimin Sovjetik dhe të rrezikoje avantazhin strategjik? Apo do ta mbaje në heshtje derisa të kuptoje saktësisht me çfarë po merresh? Kjo është logjika që shpjegon 50 vjet heshtje, jo sepse NASA-ja është një organizatë e keqe, po sepse ajo funksionon brenda një sistemi ku zbulimi shkencor duhet të ekuilibrojë me sigurinë kombëtare. Por çfarë ndodh kur kjo heshtje filloi të plas?
Në vitin 2005, një grup fizikantësh nga Universiteti i Kalifornisë publikuan një artikull që analizonte anomalitë magnetike të hënës. Në këtë artikull, ata përmendin një rajon të pazakont që korespondon saktësisht me vendin ku Armstrong zbarkoi. Por ata nuk e lidhen këtë me misionin Apollo, të paktën jo në mënyrë eksplicite. Megjithatë, matematika e tyre tregoi se fusha magnetike në atë rajon nuk mund të shpjegohet me modelet e tanishme. 5 vjet më vonë, një astronom japonez me emrin Takeshi Yamamoto propozoi një hipotezë të re. Ai tha se fushat magnetike të pazakont në hënë mund të jenë mbetje nga një ngjarje kozmike që ndodhi para miliarda vjetësh. Por kur kolegët e tij kërkuan të specifikonte se çfarë lloji ngjarja, ai u tërhoq nga studimi dhe kurrë nuk publikoi përsëri për këtë temë. A ishte kjo vetë censur? A kishte presion institucional? Askush nuk e di me siguri. Por modeli përsëritet. Çdo herë që një shkencëtar afrohet shumë me pyetjet e vërteta, ai pushon së publikuari. Dhe kjo na çonte një paradoks themelor që shkenca moderne përball. Shkenca bazohet në transparencë, në shpërndarjen e lirë të informacionit, në mundësinë që çdo zbulim të vërtetohet nga të tjerët. Por në praktik, shumë zbulime bëhen në programe të klasifikuara ku transparenca është e pamundur. Dhe kur këto dy bota përplasen, ajo që fiton zakonisht është heshtja. Por çfarë nëse heshtja vetë është një zgjedhje e gabuar? Për ta eksploruar këtë pyetje, le të shohim një eksperiment mendor. Imagjinoni se NASA ja vendos të publikojë të gjithë informacionin e klasifikuar për misionin Apollo 11 nesër. Çdo fotografi, çdo regjistrim audio, çdo analizë shkencore. Çfarë do të ndodhte? Reaksioni i parë do të ishte mosbesim masiv. Njerëzit do të mendonin se është një sajim, mediat do të krijonin tituj sensacionalist. Teoricientët e komplotit do të thonin se këto dokumente janë falsifikuar dhe shkencëtarët do të kërkonin kohë për të analizuar të dhënat para se të arrinin në përfundime. Pas disa javësh, debati do të polarizohej. Disa do të argumentonin se kjo është prova e kontaktit me inteligjencë jo njerëzore. Të tjerët do të thonin se është thjesht një keq interpretimi të dhënave. Dhe shumica do të mos dinin se çfarë të besonin. Por gjëja më interesante nuk do të ishte reagjimi i menjëhershëm. Do të ishte çfarë do të ndodhte në muajt dhe vitet që pasojnë. Sepse për herë të parë në histori, njerëzimi do të përballej me një pyetje që e ndryshon gjithçka. A jemi vetëm në univers? Dhe jo vetëm kjo. A jemi të parët që kemi arritur në këtë nivel teknologjie? A ka pasur të tjerë para nesh? Dhe nëse po, ku janë tani? Këto janë pyetjet që paradoksi i Fermit i bën. Por paradoksi i Fermit bazohet në një supozim themelor. Nëse ka qytetërime të tjera, ato duhet të jenë të dukshme. Duhet të kenë ndërtuar struktura që ne mund t'i zbulojmë. Duhet të kenë dërguar sinjale që ne mund t'i marrim. Po çfarë nëse ky supozim është i gabuar? Çfarë nëse qytetrimet e avancuara nuk ndërtojnë struktura gjigante? Çfarë nëse ato veprojnë në shkallë aq të vogla sa ne nuk mund t'i zbulojmë me teknologjinë tonë aktuale? Kjo ide quhet hipoteza e ndërhyrjes minimale. Ajo sugjeron se një qytetrim që ka arritur një nivel shumë të lartë teknologjik do të jetë aq efikas sa nuk do të lërë gjurmë të mëdha. Do të operojë me instrumente aq të vogla dhe aq të sofistikuara sa do të jenë pothuajse të padukshme. Dhe nëse kjo hipotezë është e saktë, atëherë objekti që Armstrong zbuloi mund të jetë pikërisht kjo, një instrument i vogël i projektuar për të monitoruar pa u vënë re. Por monitoruar çfarë? Dhe nga kush? Këtu hyjmë në territorin e spekulimit të pastër, por spekulimi nuk është domosdoshmërisht i keq nëse ai bazohet në të dhëna. Dhe të dhënat që kemi sugjerojnë se objekti po mat fushat magnetike dhe gravitacionale, po mat ndryshimet në mjedisin e tij, po reagon ndaj orbitës së hënës, pra nëse ai është në të vërtetë një instrument, ai është një instrument që studion sistemin tokë-hën. Dhe kjo na sjellte një pyetje e cila është edhe më e thellë. Pse dikush do të dëshironte të studionte sistemin tokë-hën? Një përgjigje e mundshme është se sistemi tokë-hën është i pazakont. Shumica e planetëve nuk kanë satelita që të mvejnë në krahasim me madhësinë e tyre. Toka dhe hëna janë pothuajse një sistemi dyfisht planetar. Dhe ky sistem ka karakteristika që janë të rralla në galaksin tonë. Për shembull, hëna stabilizuan rrotullimin e tokës. Pa hënën, toka do të luhateshin në boshtin e saj dhe klima do të ishin kaotike.
Jeta, ashtu siç e njohim ne, nuk do të mund të evoluante. Pra hëna nuk është thjesht një shoqërues kozmik. Ajo është një kusht i nevojshëm për jetën në tokë. Dhe nëse dikush donte të studionte evolucionin e jetës në një planet, sistemi tokë-hën do të ishte një laboratori për kryer natyror. Kjo ide quhet hipoteza e zoos. Ajo sugjeron se qytetërimet e avancuara nuk ndërhyjnë direkt në zhvillimin e qytetërimeve më primitive. Në vend të kësaj, ato i vëzhgojnë nga distanca. Ashtu si ne i vëzhgojmë kafshët në një kopsht zoologjik pa u ndërhyrë në sjelljen e tyre natyrore. Por nëse kjo hipotezë është e saktë, kjo do të nënkuptonte se ne jemi duke u vëzhguar prej miliona vjetësh, dhe çdo gjë që kemi bërë, çdo luftë që kemi luftuar, çdo zbulim që kemi bërë, është regjistruar nga një inteligjencë që ne nuk e njohim. Kjo është një mendim që shumë njerëz e gjejnë të shqetësues, sepse ai heq idenë të përcaktimit. Ai sugjeron se ne nuk jemi aq të lirë sa menduam, se ekzistenca jon mund të jetë pjesë e një eksperimenti më të madh. Por para se të humbemi në spekulim, le të kthehemi te të dhënat. Çfarë na tregojnë të dhënat me siguri? Ato na tregojnë se objekti që Armstrong zbuloi ka veti që nuk përputhen me formacionet natyrore hënore. Ato na tregojnë se ai është i lidhur me një rrjet anomalish që shtrihen nga sipërfaqja e hënës deri në krateri von Karman. Ato na tregojnë se ai reagon ndaj mjedisit në mënyra që sugjerojnë një lloj funksioni. Por ato nuk na tregojnë kush e krijoi, kur dhe pse. Për të marrë këto përgjigje, do të na duhet të shkojmë përsëri në hënë. Jo për të mbledhur shkëmbinj, por për të hetuar me instrumente që janë dizajnuar specifikisht për të kuptuar këtë objekt. Dhe kjo do të kërkojë një nivel transparence që NASA-ja nuk e ka treguar kurrë më parë. Por çfarë nëse kjo transparencë nuk vjen? Kjo është çështja që shumë shkencëtarë shqetësojnë. Sepse nëse informacioni vazhdon të qëndrojë i klasifikuar, shkenca nuk mund të përparojë. Dhe nëse shkenca nuk përparon, ne kurrë nuk do të marrim përgjigje që kërkojmë. Por ka edhe një mundësi tjetër. Çfarë nëse përgjigjet nuk vinë nga NASA-ja? Çfarë nëse vinë nga programe të tjera që tashmë janë në zhvillim? Në vitin 2020, Kina zbarkoi sondën Chang'e 5 në hënë dhe mori mostra që i çoi në tokë. Këto mostra u analizuan nga laborator kineze dhe disa nga rezultatet u publikuan, por jo të gjitha. Disa rezultate mbetën të klasifikuara. Në vitin 2023, India lëshoi misionin Chandrayaan-3 që arriti të zbarkojë në afërsi të polit jugor të hënës. Edhe ky mision mblodhi të dhëna që nuk janë publikuar plotësisht, dhe në vitin 2025, Agjencia Evropiane e Hapësirës planifikon një mision që do të vendosë një stacion të përhershëm hullumtues në hënë. Ky stacion do të ketë instrumente që mund të studiojnë fushat magnetike, aktivitetin sismik dhe përbërjen kimike të sipërfaqes në kohë reale. Pra edhe nëse NASA-ja nuk publikon informacionin e saj, ka agjenci të tjera që po mbledhin të dhëna të reja. Dhe sa më shumë të dhëna të reja të mbledhen, aq më e vështirë bëhet të mbash sekretin. Në një farë kuptimi, heshtja e NASA-s mund të jetë e përkohshme jo sepse ata vendosin ta thyejnë, por sepse të tjerët do ta bëjnë këtë të panevojshme. Por le të supozojmë për një moment se sekreti nuk është thjesht një vendim politik. Le të supozojmë se ka një arsye më të thellë shkencore për heshtje. Çfarë nëse objekti nuk është thjesht një instrument pasiv që vëzgon? Çfarë nëse ai mund të reagojë ndaj atyre që përpiqen ta studiojnë? Kjo ide mund të tingëllojë si shkencë fantazi, por ajo bazohet në një parim të vërtetë të fizikës kuantike, efekti i vëzhguesit. Në fizikën kuantike, akti i matjes ndryshon atë që po matet. Nuk mund të vëzhgosh një sistem pa ndërhyrë në të. Tani imagjinoni një objekt që është projektuar për të reaguar ndaj vëzhgimit. Çdo herë që dikush përpiqet ta studiojë, ai ndryshon sjelljen e tij. Kjo do të bënte që çdo përpjekje për ta kuptuar të jetë gjithnjë e një hap pas. A është kjo arsyeja pse NASA-ja nuk ka kthyer në atë rajon? A është kjo arsyeja pse çdo shkencëtar që afrohet shumë afër kësaj teme pushon së publikuari? Ose ka një shpjegim edhe më të thjeshtë? Çfarë nëse NASA-ja thjesht nuk e di se çfarë të bëjë me këtë informacion? Kjo është një mundësi që rrallë diskutohet, sepse ne supozojmë se agjencitë shkencore kanë gjithmonë një plan, se ato dinë se çfarë po bëjnë. Por e vërteta është se shkenca shpesh përparon në terr. Çdo zbulim i ri hap pyetje që askush nuk i ka menduar më parë, dhe nganjëherë pyetjet janë aq të mëdha sa që askush nuk e di se si t'u përgjigjet. Ndoshta heshtja e NASA-s nuk është një komplot.
Ndoshta është thjesht një pranëm se ata nuk kanë përgjigje. Por kjo nuk na lehtëson detyrën. Sepse pavarësisht nga arsyeja e heshtjes, fakti mbetet. Ka një objekt në hënë që nuk përputet me asnjë nga modelet tona. Dhe derisa ne ta studiojmë atë me metodat e duhura, ne nuk do të dimë asgjë. Pra, çfarë është metoda e duhur? Së pari, duhet të dërgojmë një mision që nuk është i lidhur me asnjë program politik. Një mision ndërkombëtar ku të dhënat janë të hapura për të gjithë. Një mision që ka si qëllim vetëm kuptimin shkencor. Së dyti, duhet të përdorim teknologji që është më e avancuar se çdo gjë që kemi përdorur më parë. Spektroskopi me rezolucion ultra të lartë, radar depërtues që mund të shohë kilometra nën sipërfaqe, instrumente kuantike që mund të zbulojnë fusha në nivele që klasike pajisjet nuk mund t'i arrijnë. Së treti, dhe kjo është më e rëndësishmja, duhet të jemi gati të pranojmë se ajo që zbulojmë mund të mos përputhet me pritjet tona. Mund të sfidoj gjithçka që menduam se dinim. Dhe në vend që ta refuzojmë sepse është e pazakont, duhet ta studiojmë, pikrisht sepse është e pazakont. Ky është thelbi i mendësisë shkencore të vërtetë. Jo të gjesh prova për atë që tashmë beson, po të ndiqesh provat kudo që ato të çojnë. Por çfarë nëse provat na çojnë drejt një përfundimi që ndryshon gjithçka? Kjo është pyetja që përcakton çdo zbulim të madh në histori. Kur Galileo pa hënat e Jupiterit, ai e dinte se kjo do të sfite modelin gjeocentrik, por ai e publikoi përsëri. Kur Hubble zbuloi se galaktikat po largohen prej nesh, ai e dinte se kjo do të nënkuptonte një univers në zgjerim, por ai e publikoi përsëri. Kur shkencëtarët zbuluan shtresat e oxenit, ata e dinë se kjo do të kërkonte ndryshime masive në industri, por ata e publikuan përsëri. Sepse shkenca nuk mund të funksionojë pa guxim. Guximi për të sfiduar supozime, guximi për të pranuar gabime, guximi për të thënë, ne nuk e dim ende. Dhe pikrisht këtë guxim na duhet tani. Guximin për të pranuar se objekti në hënë mund të jetë diçka që nuk e kuptojmë. Guximin për ta studiuar pa paragjykime. Guximin për të ndarë rezultatet pavarësisht se sa të pazakont janë. Sepse në fund, e vërteta nuk është ajo që ne dëshirojmë të jetë. E vërteta është ajo që është. Dhe detyra e shkencës është ta zbulojë atë të vërtetë, jo ta fshehë. Kjo na sjell te një pyetje shumë praktike. Çfarë mund të bëjmë ne si individ për të ndihmuar këtë proces? Së pari, mund të kërkojmë transparencë. Mund t'i kërkojmë agjencive hapësinore që të publikojnë të gjitha të vënat që nuk rrezikojnë sigurinë kombëtare. Dhe mund të mbështesim politikanët që janë pro-transparencës. Së dyti, mund të mbështesim shkencën e pavarur. Ka grupe kërkimore që nuk janë të lidhura me programe qeveritare, që punojnë me fonde private, që publikojnë rezultatet e tyre në revista të hapura. Sa më shumë mbështetje të kenë këto grupe, aq më shumë do të jenë në gjendje të kontribuojnë. Së treti, mund të edukohen veten. Mund të mësojnë për fizikën, për astronominë, për metodën shkencore. Sa më shumë njerëz të kuptojnë shkencën, aq më e vështirë bëhet të manipulosh informacionin. Por më e rëndësishmja, mund të mbajmë një mendësi të hapur. Mund të pranojmë se ajo që e dim është vetëm një fraksion i vogël i asaj që ka për t'u ditur, dhe mund të jemi gati të ndryshojmë mendimet tona kur shfaqen prova të reja. Kjo është ajo që na dallon si specie. Aftësia për të mësuar, aftësia për të përshtatur, aftësia për të pranuar se ishim gabim dhe për të lëvizur përpara. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në kufi të një zbulime që mund të ndryshojë gjithçka, kjo aftësi është më e rëndësishme se kurrë. Sepse çfarëdo që të jetë objekti që Armstrong zbuloi, ai është vetëm fillimi. Vetëm pjesa e parë e një puzle që është shumë më i madh se sa mund ta imagjinojmë. Dhe sa më shumë pjesë të këtij puzle të zbulojmë, aq më afër do të arrijmë një të vërtetë që mund të redefinojë vendin tonë në univers. Kjo është arsyeja pse kjo histori nuk është thjesht për një mision në hënë që ndodhi 50 vjet më parë. Kjo është një histori për të ardhmen, për pyetjet që po bëjmë tani, për përgjigjet që do t'i zbulojmë nesër. Dhe në qendër të kësaj historie është një ide e thjesht por e fuqishme. E vërteta nuk i përket askujt. Ajo i përket të gjithëve. Prandaj, pavarësisht se sa vite mund të marr, pavarësisht se sa pengesa mund të hasim, ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të shtyjmë kufijt e asaj që e dim, sepse kjo është ajo që na bën njerëz.
jo forca jon fizike, jo teknologjia jon, por kurioziteti ynë i pashuar. Dhe ky kuriozitet do të na çojë drejt përgjigjes, ose të paktën do të na çojë drejt pyetjeve edhe më të mira. Në vitin 2024, një laborator në Institutin Federal të Teknologjisë në Zürich përfundoi një eksperiment që zgjati 7 vjet. Eksperimenti kishte një qëllim të thjeshtë: të simulonte kushtet magnetike të hënës dhe të testonte nëse materiali i njohur nga ne mund të prodhonte anomalinë që Armstrong kishte vërejtur. Shkencëtarët përdorën 11 lloje të ndryshme shkëmbinj hënor, të sjellë nga misionet Apollo dhe nga meteoritet që bien në tokë. I ekspozuan në fusha magnetike të ndryshme, i ngrohën, i ftohën, i shtypën, i vendosën në vakum, dhe pas 765 testimeve të ndryshme, arritën në një përfundim të qartë. Asnjë material natyror i njohur në sistemin ton diellor nuk mund të prodhonte anomalinë që u regjistrua në vitin 1969. Kjo nuk ishte një opinion, ishte një rezultat i matshëm. Dhe ai u publikua në revistën Nature Physics në muajin mars të vitit 2024. Për 3 javë, komuniteti shkencor diskutoi gjetjet. Disa kritikuan metodologjinë, disa propozuan materiale të reja për të testuar, por askush nuk arriti të gjente një gabim në eksperimentin, dhe kjo çoi në një përfundim që shumë shkencëtar nuk dëshironin ta pranonin. Nëse materiali nuk është natyror, atëherë ai mund të jetë artificial. Por leti jemi të qartë për atë që do të thotë artificial në këtë kontekst. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se dikush e ndërtoi atë. Artificial mund të nënkuptojë edhe një proces që ndodh në kushte që ne nuk i kemi vërejtur ende. Për shembull, në vitet e fundit, shkencëtarët kanë zbuluar se në kushtet e presionit ekstrem në bërthamat e yjeve neutronike, materia merr forma që nuk ekzistojnë askund tjetër. Quhen kristale të kohës kuantike. Ato kanë veti që sfidojnë logjikën tonë të përditshme, dhe nëse materia mund të sjellë këto forma në një yll neutronik, pse jo në kushte të tjera që ne nuk i njohim? Kjo është pyetja që një grup fizikantësh në Universitetin e Stanfordit po hullumtojnë që nga viti 2020. Ata besojnë se në fazat e hershme të sistemit diellor, kur planetet po formoheshin, mund të kenë ekzistuar rajone ku presioni dhe temperatura krijuan materiale që më vonë u konsumuan nga proceset normale. Por nëse një fragment i vogël i tillë materiali mbeti i mbrojtur brenda një formacioni shkëmbor, ai do të mund të ruante vetit e tij të pazakonta për miliarda vjet. Dhe nëse ky fragment ndodej në hën, ai do të mund të shpjegonte anomalinë. Kjo është një hipotezë fortë. Ajo nuk kërkon inteligjencë të jashtme, nuk kërkon teknologji. Thjesht kërkon kushte të pazakonta që ndodhen një herë në historinë e hershme të sistemit diellor. Por ka një problem. Nëse kjo hipotezë është e saktë, atëherë duhet të ekzistojnë fragmente të tjera të ngjashme në vende të tjera të sistemit diellor. Dhe deri tani, askush nuk ka gjetur asgjë të ngjashme, as në tokë, as në meteoritet, as në mostrat në Marsi. Kjo nuk e hedh poshtë hipotezën, por e bën atë më pak të mundshme. Hipoteza e dytë është edhe më e guximshme. Në vitin 2022, një astrofizikan italian me emrin Carlo Rovelli propozoi se objekti mund të jetë një relikt nga një fazë e hershme e universit. Pak pas Big Bangut, universi kaloi përmes një periudhe që quhet epoka e rindërtimit. Në këtë periudhë, materia dhe energjia ndërvepruan në mënyra që ne akoma nuk i kuptojmë plotësisht. Rovelli argumentoi se disa pjesa shumë të vogla mund të kenë marrë forma që ruajnë informacionin nga ajo epokë. Dhe nëse një nga këto pjesa u fut në një formacion shkëmbor gjatë formimit të hënës, ajo do të mund të shpjegonte anomalinë. Kjo është një ide që vjen nga fizika teorike. Dhe si e tilla, ajo është e vështirë për t'u testuar, por ajo ka një avantazh. Nëse është e saktë, atëherë objekti nuk është vetëm një anomali. Ai është një dritare drejt fillimit të universit, një rrugë për të kuptuar se si u formua gjithçka. Por ka edhe një pengesë. Nëse objekti mban informacion nga epoka e rindërtimit, atëherë ai duhet të ketë një strukturë shumë komplekse, dhe strukturat komplekse zakonisht degradohen me kohë. Pse ky objekt nuk është degraduar në 4 miliardë 500 milion vjet? Rovelli propozon se objekti mund të jetë në një gjendje kuantike të veçantë që e mbron atë nga degradimi. Por kjo do të kërkonte energji, dhe ne nuk e dim nga vjen kjo energji. Dhe kjo na çon te hipoteza e tretë. Hipoteza që shumica e shkencëtarëve nuk duan ta diskutojnë publikisht.
o që flet në konferenca private dhe në korespondencë të mbyllur. Hipoteza e inteligjencës jo toksore. Le të shohim çfarë do të nënkuptonte kjo. Nëse objekti është krijuar në një inteligjencë që nuk është nga toka, atëherë kjo do të thotë se ajo inteligjencë kishte teknologji për të udhëtuar në sistemin ton diellor ose për të dërguar sonda autonome. Do të thotë se ajo inteligjencë kishte një shkak për të vendosur diçka në hënë, dhe do të thotë se ajo inteligjencë është ose shumë e avancuar ose shumë e vjetër, sepse objekti ka qenë atje për një kohë të gjatë. Por le të analizojmë këtë hipotezë me kujdes. Sipas parimit të Occamit, kur kemi shumë shpjegime të mundshme, duhet të zgjedhim atë që kërkon më pak supozime. Dhe hipoteza e inteligjencës jo toksore kërkon shumë supozime. Kërkon që të ekzistojë jetë inteligjente tjetër, kërkon që kjo jetë të ketë teknologji aq të avancuar sa të udhtojë midis syjeve. Kërkon që kjo jetë të ketë pasur një interes për sistemin ton diellor. Dhe kërkon që kjo jetë të ketë lënë pikërisht një objekt që ne ende nuk e kuptojmë. Këto janë shumë supozime. Prandaj, sipas parimit të Occamit, kjo hipotezë duhet të jetë zgjedhja e fundit, jo e para. Por këtu vjen një pyetje interesante. Çfarë nëse parimi i Occamit nuk zbatohet në këtë rast? Parimi i Occamit funksionon mirë kur kemi të bëjmë me fenomene që janë të njohura për ne. Por kur kemi të bëjmë me fenomene që janë jashtë përvojës son, a është ai ende i vlefshëm? Disa filozofë të shkencës argumentojnë se në situata ekstreme duhet të jemi të gatshëm të heqim dorë nga parimet që zakonisht na udhëheqin, sepse nëse mbahemi shumë fort pas tyre, mund të na pengojnë të shohim të vërtetën. Kjo na çon te një tension themelor në shkencë. Shkenca duhet të jetë skeptike, duhet të kërkojë prova, duhet të refuzojë shpjegimet që nuk mbështeten nga të dhënat. Por në të njëjtën kohë, shkenca duhet të jetë e hapur, duhet të pranojë se ka gjëra që nuk i dim, duhet të jetë e gatshme të hetojë edhe hipotezat që t'i ngelojnë të pazakonta. Dhe këtu qëndron sfida. Si të balancojmë skepticizmin me hapjen mendore? Një mënyrë është të vlerësojmë çdo hipotezë bazuar në dy kritere. Së pari, sa mirë shpjegon ajo të dhënat ekzistuese? Së dyti, sa të thjeshta janë supozimet që ajo kërkon? Nëse aplikojmë këto dy kritere në tre hipotezat që diskutuam, shohim se asnjëra prej tyre nuk është perfekte. Hipoteza e materialit të pazakont shpjegon disa aspekte, por jo të gjitha. Hipoteza e relikut nga Big Bangu shpjegon më shumë, por kërkon supozime të forta për zhuajtjen e strukturës. Dhe hipoteza e inteligjencës jo toksore mund të shpjegonte pothuajse gjithçka, por kërkon shumë supozime që nuk mund të testohen lehtësisht. Pra ku na lë kjo? Në një situatë ku asnjë nga shpjegimet e mundshme nuk është plotësisht e kënaqshme. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë rast aq interesant, sepse zakonisht në shkencë, kur kemi një fenomen të pazakont, ne mund të gjejmë një shpjegim që përshtatet mirë me modelet tona ekzistuese. Por her pas here hasim në fenomene që nuk përshtaten mirë me asnjë model. Dhe këto janë momentet kur shkenca bën hapa të mëdha përpara, sepse këto fenomene na detyrojnë të rishikojmë modelet tona, të pyesim pyetje që nuk i kishim bërë më parë, të eksplorojmë terrene që nuk i kishim vizituar. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani me objektin e Armstrongut. Për 55 vjet, ky objekt ka qenë një sekret i mbyllur, por tani, me deklasifikimin e pjesëshëm të dokumenteve, me përparimin e teknologjisë dhe me rritjen e interesit ndërkombëtar për hënën, sekreti po bëhet gjithnjë më i vështirë për të mbajtur. Dhe sa më shumë informacion del në dritë, aq më e qartë bëhet se ky objekt nuk është thjesht një kuriozitet. Ai është një sfidë për kuptimin ton themelor të realitetit. Le të shohim se çfarë e dim me siguri. E dim se objekti ekziston. Kjo nuk është më një teori konspirative. Dokumentet e deklasifikuara e konfirmojnë. E dim se objekti ka veti magnetike që nuk përputhen me asnjë material natyror të njohur. Kjo është treguar nga eksperimentet në Zurich. E dim se objekti është i lidhur me një rrjet anomalish që shtrihen nga sipërfaqja e hënës deri në krateri von Karman. Kjo është konfirmuar nga të dhënat satelitore. Dhe e dim se objekti reagon ndaj mjedisit në mënyra që sugjerojnë një lloj funksioni. Kjo është regjistruar nga instrumentet e Agjencisë Evropiane të Hapësirës. Pra çfarë nuk e dim? Nuk e dim se si u formua objekti. Nuk e dim se pse ai është në atë vend specifik. Nuk e dim se si ai merr energji.
nuk e dim se çfarë funksioni ka. Dhe nuk e dim nëse ai është vetëm një nga shumë objekte të ngjashme apo unik. Këto janë pyetjet që duhet t'i përgjigjemi, dhe për t'u përgjigjur duhet të shkojmë përsëri në hënë. Por kjo herë jo vetëm për të mbledhur mostra, por për të instaluar pajisje që mund të monitorojnë objektin vazhdimisht, për të kuptuar se si ai ndryshon me kohën, për të parë nëse ai reagon ndaj ndërhyrjeve të kujdesshme, për të testuar çdo hipotezë me metoda rigoroze. Ky është plani që Agjencia Evropiane e Hapësirës ka propozuar për vitin 2027. Ata duan të dërgojnë një mision që quhet Lunar Enigma. Misioni do të ketë 3 faza. Faza e parë do të jetë zbarkimi i një moduli robotik në rajonin ku Armstrong zbuloi objektin. Ky modul do të ketë instrumente spektroskopike, magnetometri dhe radar depërtues. Ai do të fillojë me një studim të detajuar të sipërfaqes rreth objektit. Do të hartojë një model 3-dimensional të formacionit shkëmbor dhe do të identifikojë pikën më të sigurt për të arritur në objektin vet. Faza e dytë do të jetë përdorimi i një roboti të vogël që mund të lundrojë nëpër formacionet shkëmbore. Ky robot do të ketë krah mekanik që mund të largohen shkëmbin të vegjël pa dëmtuar strukturën. Ai do të ketë kamera me rezolucion të lartë që mund të regjistrojnë çdo detaj të objektit. Dhe ai do të ketë sensor që mund të matin fusha magnetike, temperatura dhe përbërje kimike me precizion të lartë. Qëllimi i kësaj faze është të ekspozojë objektin pa e shkatëruar atë, të shohim se çfarë ndodh kur ai është i lirë nga shkëmbinjt që e rrethojnë. Faza e tretë është ajo që shkencëtarët e quajnë eksperimenti i ndërhyrjes së kontrolluar. Kjo do të thotë se roboti do të përpiqet të ndërveprojë me objektin në mënyra specifike. Do ta prek me instrumente jo magnetike, do ta ekspozojë ndaj fushave magnetike artificiale me intensitete të ndryshme, do ta ndricojë me lloje të ndryshme drite për të parë se si ai thith ose reflekton energjinë, dhe do të regjistrojë çdo ndryshim që ndodh. Qëllimi është të kuptojmë nëse objekti është thjesht pasiv apo nëse ai mund të reagojë. Por ky plan ka një problem. Ai është shumë i kushtueshëm. Kostoja e vlerësuar është rreth 8 miliardë euro. Dhe për një agjenci hapësinore, kjo është një shumë e madhe. Prandaj, Agjencia Evropiane e Hapësirës po kërkon partner. Ata kanë diskutuar me NASA-n, me Agjencinë Hapësinore Japoneze, me Agjencinë Hapësinore të Indis dhe me Agjencinë Hapësinore Kineze. Dhe përgjigjet janë të përzjera. Disa agjenci janë të interesuara, disa janë skeptike dhe disa refuzojnë të komentojnë publikisht. Kjo heshtje nga disa agjenci është e pazakontë. Zakonisht, kur propozohet një mision shkencor i madh, agjencitë diskutojnë hapur, pro dhe kundër. Por në këtë rast ka një mungesë e dukshme e komenteve. Dhe kjo shtron pyetjen. Pse? A është sepse ata nuk besojnë se misioni ia vlen? A është sepse ata kanë prioritete të tjera? Apo është sepse ata dinë diçka që publiku nuk e di? Kjo pyetje është bërë subjekt i debatit të gjerë në komunitetin shkencor. Disa thonë se heshtja është thjesht një çështje buxhetore, të tjerët thonë se ka frikë nga rezultatet që mund të dalin, dhe këtu duhet të flasim për një gjë që rrallë diskutohet hapur. Frika nga e panjohura. Shkencëtarët janë njerëz, dhe si të gjithë njerëzit, ata kanë frikë nga ajo që nuk e kuptojnë. Por ajo që i dallon shkencëtarët nga të tjerët është se ata kanë mësuar të menaxhojnë këtë frikë. Ata e kanë kthyer atë në motivim për të kuptuar. Por nganjëherë, frika është aq e madhe saqë edhe motivimi nuk mjafton. Dhe ky mund të jetë një nga ato raste. Imagjinoni se jeni një drejtues i lartë në një agjenci hapësinore. Ju dini se ka një objekt në hënë që nuk përputhet me asnjë model. Ju dini se ky objekt ka qenë një sekret për 55 vjet. Dhe ju dini se çdo gjë që zbuloni mund të ndryshojë mënyrën se si njerëzit e shohin botën. A do të dëshironi të merrni përgjegjësinë për atë zbulim? A do të ishit gati të përbaleshit me pasojat politike, sociale dhe filozofike? Apo do të thoshit se është më mirë të lëm këtë për brezin tjetër? Kjo është dilema që shumë udhëheqës shkencor po e përjetojnë tani. Por ka edhe një mundësi tjetër. Çfarë nëse heshtja nuk është për shkak të frikës, por për shkak të dijes? Çfarë nëse disa agjenci kanë të dhëna që ne nuk i dim? Çfarë nëse ata kanë bërë tashmë eksperimente që na tregojnë se çfarë është objekti? Dhe çfarë nëse ata kanë vendosur se ajo informacion është shumë e ndjeshme për të bërë publike? Kjo është një pyetje që nuk mund ta përgjigjemi pa prova, por është një pyetje që duhet të bëhet. Sepse nëse është e vërtet, atëherë transparenca që po kërkojmë nuk do të vijë lehtësisht.
Për ta kuptuar pse kjo informacion mund të jetë e ndjeshme, le të shohim se çfarë do të nënkuptonte secila prej 3 hipotezave që diskutuam. Nëse objekti është një material i pazakont, i formuar në kushte të veçanta në sistemin diellor të hershëm, kjo do të ishte një zbulim shkencor i madh, por nuk do të ndryshonte thelbësisht mënyrën se si e shohim vendin tonë në univers. Do të na jepte njohuri të reja për fizikën, por jo do të sfidonte identitetin tonë si specie. Nëse objekti është një relikt nga Big Bangu, kjo do të ishte edhe më e rëndësishme. Do të na jepte akses në informacion nga faza më e hershme e universit. Do të na ndihmonte të kuptojmë se si u formua gjithçka, dhe do të hapte rrugë të reja kërkimi në fizikën fundamentale. Por përsëri, nuk do të sfidonte idenë se ne jemi vetëm në univers. Thjesht do të na jepte një mjet të ri për të studiuar atë univers. Por nëse objekti është një produkt i inteligjencës jo toksore, atëherë gjithçka ndryshon. Sepse kjo do të thotë se ne nuk jemi vetëm. Do të thotë se ka qenie të tjera inteligjente në univers. Do të thotë se teknologjia e tyre është më e avancuar se e jona. Do të thotë se ata kanë pasur interes për sistemin tonë diellor. Dhe do të thotë se ata mund të jenë ende këtu, duke na vëzhguar. Ky do të ishte ndryshimi më i madh në mënyrën se si e shohim veten që njerëzimi ka përjetuar ndonjëherë. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ky informacion mund të jetë i ndjeshëm, jo sepse është i rrezikshëm në kuptimin fizik, por sepse është i rrezikshëm në kuptimin psikologjik dhe social. Sepse ai do të sfidonte çdo besim fetar që thotë se njerëzit janë të veçantë. Do të sfidonte çdo ideologji politike që bazohet në superioritetin e njeriut. Dhe do të sfidonte çdo lloj identiteti kombëtar që bazohet në idenë se ne jemi qendra e gjithçkaje. Prandaj ata që mbajnë këtë informacion mund të besojnë se bota nuk është gati për të. Por çfarë nëse ata gabojnë? Çfarë nëse bota është më e gatshme se sa ata mendojnë? Kjo është pyetja që shumë njerëz po e bëjnë tani, sepse në dekadën e fundit ka pasur një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si njerëzit flasin për jetën jashtë toksore. Më parë, kjo ishte një temë që shihej si tabu ose si fantazi. Tani, ajo po diskutohet hapur nga shkencëtar, filozof dhe madje edhe nga udhëheqës politik. Ka pasur dëshmi të deklasifikuara nga ushtria e Shteteve të Bashkuara për objekte fluturuese të paidentifikuara. Ka pasur konferenca shkencore ku astronomit diskutojnë mundësinë e jetës inteligjente në galaktikën tonë. Dhe ka pasur sondazhe që tregojnë se shumica e njerëzve besojnë se jeta jashtë toksore ekziston. Pra ndoshta bota është më gati se sa menduam. Ndoshta njerëzit mund të përballojnë të vërtetën pa u shkapërderdhur. Ndoshta ata madje e presin atë të vërtetë. Sepse thellë në brendësi, shumica e njerëzve e dinë se universi është shumë i madh për të qenë zbrazët. Ata e dinë se kërkohet arrogancë për të besuar se ne jemi të vetmit. Dhe ata janë gati të pranojnë se ka gjëra që ne nuk i kuptojmë ende. Kjo është arsyeja pse transparenca është aq e rëndësishme, jo sepse ne kemi të drejtë të dimë gjithçka, po sepse pa transparencë, besimi në institucione bie. Dhe kur besimi bie, njerëzit fillojnë të besojnë teori konspirative që janë edhe më të çuditshme se e vërteta. Në të vërtetë, disa nga teoritë konspirative për misioni Apollo 11 janë aq ekstrema sa bëhen qesharake. Ka njerëz që thonë se objekti është një portal drejt një dimensioni tjetër. Ka njerëz që thonë se është një makinë kohore e lënë nga njerëzit e së ardhmes. Ka madje njerëz që thonë se është një armë e vendosur nga një qytetërim i humbur toksor. Këto janë fantazi të pastra, por fakti që njerëzit i besojnë tregon se ka një nevojë të thellë për shpjegime. Dhe ku shkenca nuk jep shpjegime, imagjinata mbush boshllëkun. Prandaj, pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë, shkenca duhet të flash hapur. Duhet të thotë se çfarë e di dhe çfarë nuk e di. Duhet të pranojë kufizimet e saj. Dhe duhet të ftojë publikun të jetë pjesë e procesit të zbulimit. Sepse shkenca nuk është pronë e shkencëtarëve. Ajo është pronë e njerëzimit. Dhe çdo zbulim që bëjmë i takon të gjithëve. Kjo është arsyeja pse misioni lunar Enigma duhet të jetë plotësisht transparent. Çdo të vend që mbledhet duhet të publikohet menjëherë. Çdo analizë që bëhet duhet të jetë e hapur për rishikim nga shkencëtar të pavarur. Dhe çdo përfundim që nxirret duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për publikun e gjerë. Kjo nuk do të jetë e lehtë, sepse shkenca shpesh flet në gjuhë teknike që njerëzit e zakonshëm nuk e kuptojnë.
Por kjo është një sfidë që shkencëtarët duhet ta pranojnë. Ata duhet të mësojnë të komunikojnë në mënyra që janë të qarta, por jo të thjeshtuara, që janë të sakta, por jo të friksuese, që janë të sinqerta, por jo të panevojshme alarmuese. Dhe kjo kërkon një lloj aftësie që shumica e shkencëtarëve nuk e kanë. Prandaj, duhet të ketë një bashkëpunim midis shkencëtarëve dhe komunikuesve, midis atyre që zbulojnë dhe atyre që shpjegojnë, midis laboratorit dhe publikut. Por le të kthehemi te vetë objekti. Çfarë do të ndodhë nëse misioni lunar Enigma zbart përsëri? Çfarë do të ndodhë nëse ne studiojmë objektin me të gjitha instrumentet më të mira dhe përsëri nuk arrim të kuptojmë? Kjo është një mundësi reale, sepse ndonjëherë fenomenet natyrore janë aq komplekse saqë na duhen dekada ose madje shekuj për t'i kuptuar. Shikoni se sa kohë na duhej për të kuptuar se çfarë janë yjet. Për shekuj, njerëzit mendonin se yjet ishin vrima në një sferë qiellore. Vetëm në shekullin e 19, shkencëtarët filluan të kuptojnë se yjet janë trupat të ngjashëm me diellin. Dhe vetëm në shekullin e 20, ne kuptuam se si yjet prodhojnë energji përmes fuzionit bërthamor. Pra nëse na duhen shekuj për të kuptuar yjet, pse do të pritnim të kuptojmë objektin e Armstrongut menjëherë? Ndoshta ne jemi akoma në fazën e parë të kuptimit. Faza ku thjesht po mbledim të dhëna, dhe ndoshta do të na duhen brezat për të arritur në një përfundim. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të përpiqemi, sepse çdo hap që marrim na çon më afër të vërtetës. Edhe nëse ne vetë nuk e shohim atë të vërtet, ne po vendosim themelet për ata që do të vinë pas nesh. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën aq të bukur. Ajo është një përpjekje kolektive që kalon kufijtë e kohës. Ajo është një transmetim i njohurive nga një brez te tjetri, dhe ajo është një dëshmi e aftësisë son për të bashkëpunuar përtej kufive kombëtar, kulturor dhe gjuhësor. Kjo na sjell te një pyetje më filozofike. Pse ne duam të dimë? Pse nuk mund thjesht të pranojmë se ka gjëra që nuk i kuptojmë dhe të vazhdojmë jetën tonë? Përgjigja është se kurioziteti është pjesë thelbësore e natyrës zore. Ai është ajo që na shtyu nga shpelat në qytetet, nga mjetet e gurit në kompjuteret, nga ecja në këmbë në fluturimin në hapësirë. Pa kuriozitet, ne nuk do të kishim përparim. Do të ishim akoma duke jetuar si kafshët, duke ndjekur instinktet tona të thjeshta pa u pyetur kur pse. Por kurioziteti ka edhe një anë të errë. Ai na shtyn të eksplorojmë edhe kur eksplorimi është i rrezikshëm. Të pyesim edhe kur pyetjet janë të dhimbshme. Të kërkojmë të vërtetën edhe kur e vërteta na shqetëson. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca duhet të jetë gjithmonë e shoqëruar nga etika. Sepse nuk mjafton të dish. Duhet të dish si të përdorësh atë njohuri në mënyra që nuk dëmtojnë. Kjo është një leksion që njerëzimi e ka mësuar shumë herë në histori. Kur zbulimi i energjisë bërthamore çoi në bombën atomike, kur zbulimi i gjenetikës çoi në eugenikën, kur zbulimi i kimisë çoi në armët kimike, pra çfarë do të ndodh kur zbulojmë se çfarë është objekti në hën? Si do ta përdorim atë njohuri? A do ta përdorim për të përparuar shkencën? Apo do ta përdorim për të ndërtuar armë? A do ta ndajmë me të gjithë? Apo do ta mbajmë sekret për të fituar avantazh? Këto janë pyetje që duhet t'i bëjmë tani, para se të kemi përgjigjet. Sepse nëse i bëjmë pas zbulimit, mund të jetë shumë vonë. Kjo është arsyeja pse misioni lunar Enigma duhet të jetë jo vetëm një mision shkencor. Ai duhet të jetë edhe një mision etik. Duhet të ketë rregulla të qarta për atë që do të bëhet me çdo informacion që zbulohet. Duhet të ketë mekanizma që sigurojnë se asnjë vend nuk mund ta monopolizojë atë informacion dhe duhet të ketë angazhim që çdo zbulim do të përdoret për mirën e njerëzimit, jo për dëmin e tij. Kjo mund të t'ingëlojë idealiste, por nëse nuk jemi idealist, tani kur do të jemi? Kur qëndrojmë në prag të një zbulimi që mund të ndryshojë gjithçka, duhet të vendosim se çfarë lloj njerëzimi duam të jemi. A duam të jemi një specie që përdor njohurinë për të ndërtuar ura apo për të ndërtuar mure? A duam të jemi një specie që ndan zbulimin apo që e fsheh atë? Këto janë zgjedhjet që do të përcaktojnë të ardhmen tonë, jo vetëm si shkencëtar, po si qenie njerëzore. Dhe tani, ndërsa mbyllim këtë pjesë të historisë, le të reflektojmë për një moment mbi gjithçka që kemi diskutuar. Kemi parë se si misioni Apollo 11 zbuloi diçka që nuk duhej të ishte atje.
Kemi parë se si ky zbulim u mbajt sekret për 55 vjet. Kemi parë se si shkencëtarët në mbar botën po përpiqen të kuptojnë se çfarë është ky objekt. Kemi parë 3 hipoteza kryesore: materiali i pazakont, relikt nga Big Bangu dhe inteligjencë jo toksore. Dhe kemi parë se asnjëra prej tyre nuk është plotësisht e kënaqshme. Kemi parë se si Agjencia Evropiane e Hapësirës po përpiqet të organizojë një mision që do të studiojë objektin direkt. Kemi parë se si disa agjenci po heshtin për arsye që nuk janë të qarta. Dhe kemi parë se pse transparenca është aq e rëndësishme. Por më e rëndësishmja, kemi parë se si ky zbulim na detyron të rishikojmë supozime që i kemi mbajtur për shekuj. Supozimet se ne jemi vetëm, se ne jemi qendra e gjithçkaje, se universi është vetëm një skenë pa jetë për dramën tonë njerëzore. Këto supozime po sfiduesen. Dhe kjo është si një lumë që tund themelet. Mund të jetë e frikshme, por është edhe egzaluese, sepse do të thotë se ne po jetojmë në një moment historik, një moment kur njerëzimi po kalon nga fëmiria në pjekuri, nga arroganca në përullsi, nga izolimi në lidhje me gjithësinë më të gjerë. Dhe ndërsa qëndrojmë në këtë prag, duhet të kemi guxim. Guximin për të pranuar se ka gjëra që nuk i dim, guximin për të kërkuar të vërtetën edhe kur ajo na çon në territore të panjohura. Guximin për të ndryshuar mendimet tona kur provat kërkojnë. Dhe guximin për të ndarë zbulimin me botën, pavarësisht se sa i pazakont mund të jetë. Sepse në fund e vërteta nuk është e jona për ta mbajtur. Ajo është e gjithë njerëzimit. Dhe detyra jon është ta zbulojmë atë, ta kuptojmë atë dhe ta transmetojmë te brezat e ardhshëm. Kjo është trashëgimia që do të lëm. Jo ndërtesat që ndërtojmë, jo paratë që grumbullojmë, po njohurit që zbulojmë dhe mënyra se si i përdorim ato njohuri. Kjo është ajo që do të na përkufizojë si specie. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori është aq e rëndësishme. Objekti në hën nuk është thjesht një mister shkencor. Ai është një pasqyrë që na tregon se cilët jemi. Ai na tregon kufizimet tona, por ai na tregon edhe potencialin ton. Potencialin për të kuptuar, për të përparuar, për të bërë pyetje më të mira dhe për të kërkuar përgjigje që ndryshojnë gjithçka. Kjo është aventura më e madhe e njerëzimit, jo udhëtimi në hapësirë, po udhëtimi drejt kuptimit, dhe ne jemi ende në fillimet e saj. Udhëtimi drejt kuptimit. Këto fjalë tingelojnë të thjeshta, por thellësia e tyre është e pafund, sepse çdo hap që marrin drejt kuptimit na largon nga siguritë që një herë kishim. Çdo zbulim që bëjmë na detyron të heqim një shtresë tjetër të iluzionit. Vetani, ndërsa qëndrojmë para këtij objekti në hën, ne jemi duke u përballur me një të vërtetë që është edhe magjepsëse edhe tronditse. Ne nuk jemi as të veçantë sa menduam. Por përpara se të zhytemi në kuptimin filozofik të kësaj zbulimi, le të bëjmë një ushtrim mendor. Imagjinoni se jeni një mikrob që jeton në një pikë uji. Për ju, kjo pikë është i gjithë universi. Ju nuk e dini se kjo pikë është pjesë e një lumi, se lumi është pjesë e një oqeani, se oqeani është pjesë e një planeti, se planeti është pjesë e një sistemi diellor, se sistemi diellor është pjesë e një galaktike, dhe se galaktika është vetëm një nga qindra miliarda të tjera. Tani imagjinoni se një ditë mikrobi zbuloi një objekt në skajin e pikës së ujit, një objekt që nuk duhet të jetë atje, një objekt që ka veti që nuk përputhen me asgjë tjetër në pikën e ujit. Çfarë do të mendonte mikrobi? A do të pranonte se ka një botë përtej pikës së tij? Apo do të përpiqej të shpjegonte objektin duke përdorur vetëm ato që e di tashmë? Kjo është saktësisht situata në të cilën ne jemi tani. Ne jemi mikrobi. Pika e ujit është sistemi ynë diellor, dhe objekti është ajo që Armstrong zbuloi në hën. Ne mund të vazhdojmë të përpiqemi ta shpjegojmë me modelet tona aktuale, ose mund të pranojmë se ka diçka më të madhe që ne nuk e kuptojmë ende. Por kjo pranese nuk është humbje. Në të vërtetë, ajo është fillimi i diçkaje shumë më të thellë. Sepse vetëm kur pranojmë se nuk e dim gjithçka, ne hapim derën për të mësuar gjëra të reja. Vetëm kur heqim dorë nga arroganca e sigurisë, ne mund të fillojmë të shohim të vërtetën. Dhe e vërteta që po shfaqet përmes këtij zbulimi është kjo. Universi është shumë më kompleks se sa kishim menduar. Ai nuk është vetëm një koleksion të pajeti yjeve dhe planetëve.
Ai është një sistem që ka struktura, modele dhe ndoshta qëllime që ne sapo po fillojmë t'i vërejmë. Kjo ide nuk është e re. Për shekuj filozofët kanë pyetur, a është universi i rastësishëm apo ka një rend të fshehur? A jemi ne thjesht një aksident kozmik apo jemi pjesë e një procesi më të madh? Këto pyetje janë bërë edhe më urgjente që kur shkencëtarët zbuluan se universi nuk është statik. Ai po zgjerohet, po evoluon, po ndryshon në mënyra që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Dhe tani, me zbulimin e këtij objekti, pyetjet po marrin një formë të re. A është e mundur që universi të jetë jo vetëm i strukturuar, por edhe i orientuar? Kjo është një pyetje që shkenca tradicionale e shmang, sepse ajo tingëllon shumë afër idesë së një dizajni inteligjent. Por le të jemi të qartë, kjo nuk është një pyetje fetare. Kjo është një pyetje plotësisht shkencore. Sepse nëse ekzistojnë struktura në univers që nuk mund të shpjegohen vetëm me procese të rastësishme, atëherë duhet të ekzistojnë mekanizma që ne nuk i njohim ende. Shikoni se si formohen galaksit. Sipas modeleve tona aktuale, ato formohen nga kolapse gravitacionale të reve të mëdha të gazit. Por kur studiojmë shpërndarjen e galaksive në univers, ne shohim modele që janë shumë të rregullta. Ka fije, ka mure, ka boshllëqe të mëdha. Dhe kjo strukturë ngjason me strukturën e një rrjeti nervor. Kjo ngjashmëri nuk është vetëm poetike. Në vitin 2011, një grup fizikantësh në Universiteti i Bolonjës publikoi një analizë ku ata krahasuan strukturën e universit me strukturën e trurit njerëzor. Dhe ata gjetën se niveli i kompleksitetit ishte i ngjashëm. Të dy sistemet kanë nyje që lidhen me fije, të dy sistemet kanë rajon me densitet të lartë dhe rajon me densitet të ulët. Të dy sistemet duken sikur janë të organizuar në një mënyrë që nuk është plotësisht e rastësishme. Tani kjo nuk do të thotë se universi është një tru gjigant, por do të thotë se ka parime organizuese që veprojnë në shkallë të ndryshme, parime që ne nuk i kuptojmë ende, dhe ndoshta objekti në hënë është një shfaqje e këtyre parimeve. Por këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse është shumë e lehtë të biesh në gracën e të menduarit magjik. Është e lehtë të shohësh modele ku nuk ka. Është e lehtë të interpretosh të panjohurën si mistike në vend se si shkencore. Prandaj, le të qëndrojmë të ankoruar në atë që dim me siguri. Dim se objekti ka veti që nuk përputhen me formacione natyrore hënore. Dim se ai reagon ndaj mjedisit në mënyra që sugjerojnë një lloj funksioni. Dim se ai është pjesë e një rrjeti anomalish që shtrihen në një rajon të madh. Por nuk dim se çfarë e krijoi, nuk dim kur u krijua, dhe nuk dim çfarë është qëllimi i tij. Këto janë kufit e njohurive tona aktuale, dhe në vend që t'i maskojmë këto kufi me spekulime, ne duhet t'i pranojmë ato hapur. Sepse vetëm kur jemi të sinqertë për atë që nuk dim, ne mund të fillojmë të projektojmë eksperimente që do të na japin përgjigje. Dhe këtu vjen diçka shumë e rëndësishme që duhet ta themi hapur. Ndoshta ne nuk do t'i marrim këto përgjigje në jetëtimet tona. Ndoshta do të na duhen breza për të arritur në një kuptim të plot. Por kjo nuk është një arsye për t'u dorëzuar. Në të vërtetë, kjo është arsyeja pse duhet të vazhdojmë, sepse shkenca nuk është vetëm për ne. Ajo është për ata që vinë pas nesh. Çdo pyetje që bëjmë tani është një rrugë e hapur për fëmijët tanë. Çdo të dhënë që mbledhin tani është një gur themeli për brezat e ardhshëm. Dhe çdo kufizim që pranojmë tani është një leksion i sinqertetisë që do t'i mësojmë atyre që do të vazhdojnë këtë punë. Por le të flasim edhe për diçka që shkenca shpesh e neglizhon. Rëndësia emocionale e zbulimeve. Sepse ne nuk jemi makineri logjike që thjesht përpunojmë informacion, ne jemi qenie me ndjenja, me shpresa, me frikra. Dhe kur zbulojmë se universi është më i madh dhe më kompleks se sa menduam, kjo na prek në nivele shumë të thella. Disa njerëz ndjehen të frymzuar. Ata shohin këtë si një dëshmi e shkëlqimit të universit. Të tjerët ndjehen të friksuar. Ata shohin këtë si një kërcënim ndaj vendit të tyre në botë. Dhe të tjerë ndjehen thjesht të hutuar, ata nuk dinë se çfarë të mendojnë. Të gjitha këto reagjime janë të vlepshme, sepse në fund ne jemi duke u përballur me diçka që sfidoi imagjinatën tonë, dhe është normale të kesh ndjenja të përzjera. Por le të themi diçka që rrallë thuhet. Mungesa e sigurimit nuk është një dobësi. Në të vërtetë, ajo është një forcë. Sepse vetëm kur pranojmë se nuk jemi të sigurt, ne mund të qëndrojmë të hapur për të vërtetën. Vetëm kur heqim dorë nga nevoja për të pasur përgjigje të gatshme, ne mund të fillojmë të bëjmë pyetjet e duhura. Dhe pyetjet e duhura nuk janë gjithmonë ato që kërkojnë përgjigje të thjeshta.
Nganjëherë, pyetjet më të mira janë ato që na çojnë drejt pyetjeve edhe më të mëdha. Le të mendojmë për natyrën e vetë realitetit. Për shekuj, ne kemi supozuar se realiteti është objektiv, se ekziston një botë jashtë nesh që është e pavarur nga perceptimi ynë. Por fizika kuantike na ka treguar se kjo mund të mos jetë e vërtetë, se akti i vëzhgjimit ndikon në atë që po vëzhgohet, se nuk mund të ndash vëzhguesin nga sistemi që po studiohet. Tani, nëse ky parim vlen në nivelin kuantik, a është e mundur që të vlej edhe në shkallë më të mëdha? A është e mundur që universi të jetë jo vetëm një koleksion objektesh, por një sistemi ndërlidhur ku çdo pjesë ndikon në tjetrën? Kjo është një pyetje që filozofët kanë bërë për mijëra vjet, por tani, për herë të parë, ne kemi mjetet për ta hetuar atë në mënyrë shkencore. Ne kemi teleskop që mund të shohin miliarda vjet dritë larg. Ne kemi instrumente që mund të matë ndërveprime në nivelin kuantik. Dhe ne kemi modele matematikore që mund të simulojnë sistemet më komplekse. Por me të gjitha këto mjete, ne ende nuk kemi arritur në një përgjigje përfundimtare, sepse sa më shumë që zbulojmë, aq më të mëdha bëhen pyetjet. Çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Dhe kjo është ajo që e bën shkencën aq të bukur. Tani le të kthehemi te pyetja që ka qenë në qendër të kësaj historie që nga fillimi. Çfarë zbuluan Armstrong dhe Aldrin që nuk duhej ta dim kurrë? Dhe përgjigja, siç kemi parë, nuk është e thjeshtë. Ata zbuluan një objekt që nuk përputhet me asgjë që ne njihnim. Ata zbuluan se hëna nuk është aq e vdekur sa menduam. Dhe ata zbuluan se ekziston një sistem i fshehur që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Por më e rëndësishmja, ata zbuluan se ne nuk jemi aq të sigurt për vendin tonë në univers sa pretendojmë të jemi. Ata zbuluan se ka gjëra që ne nuk i kuptojmë. Dhe kjo zbulim, kjo pranse e mospohimit, është ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha. Sepse vetëm kur pranojmë se nuk e dim gjithçka, ne mund të fillojmë të mësojmë me të vërtetë. Vetëm kur heqim dorë nga iluzionit i kontrollit, ne mund të shohim se sa i madh dhe i mrekullueshëm është universi. Dhe kjo na sjell te një pyetje që është edhe personale, edhe universale. Çfarë do të thotë të jesh njeri në një univers që është kaq i madh? Çfarë do të thotë të kesh vetëdije në një kosmos që shtrihet përtej çdo gjëje që mund të imagjinojmë? Kjo është një pyetje që filozofët kanë debatuar për mijëra vjet, por tani, në dritën e këtij zbulimi, ajo merr një kuptim të ri. Sepse nëse ka struktura në univers që ne nuk i kuptojmë, nëse ka sistem që funksionojnë në mënyra që ne sapo po fillojmë t'i zbulojmë, atëherë ndoshta ne nuk jemi as të izoluar sa menduam. Ndoshta ne jemi pjesë e një indi më të madhe. Ndoshta çdo veprim që bëjmë, çdo mendim që kemi, çdo zbulim që bëjmë, është pjesë e një procesi më të gjerë që shtrihet përtej kufive të jetës sonë individuale. Kjo nuk është një ide mistike. Kjo është një konstatim i thjesht faktik. Ne jemi bërë nga atome që u krijuan në bërfamat e yjeve që shpërthyen miliarda vjet më parë. Ne jemi të lidhur me çdo gjë tjetër në univers përmes faktit se ndajmë të njëjtën origjinë. Dhe tani, ndërsa zbulojmë se universi mund të ketë struktura që ne nuk i kuptuam, kjo lidhje bëhet edhe më e thellë, sepse nëse ka një rend i fshehur në univers, atëherë ne nuk jemi jashtë atij rendi, ne jemi pjesë e tij. Kjo ide mund të duket e frikshme për disa, sepse ajo sugjeron se ne nuk kemi aq kontroll sa menduam, se jeta jon mund të jetë pjesë e një rrjedhe më të madhe që ne nuk e dirigjojmë plotësisht. Por për të tjerët, kjo ide është thellësisht ngushëlluese, sepse ajo do të thotë se ne nuk jemi vetëm, se çdo gjë që bëjmë ka një kuptim që shtrihet përtej jetës sonë individuale, se ne jemi pjesë e një historie që filloi me Big Bangun dhe do të vazhdojë përtej çdo gjëje që mund të imagjinojmë. Dhe kjo është ajo që e bën këtë zbulim kaq të rëndësishëm, jo sepse na jep përgjigje, po sepse na hap syt ndaj pyetjeve më të mëdha, jo sepse na tregon se ku qëndrojmë, po sepse na tregon se sa shumë na mbetet për të zbuluar. Tani, ndërsa afrojmë fundit e kësaj historie, le të kthehemi te momenti ku gjithçka filloi. Të kujtoni se si hapëm këtë rrëfim? Kishim një mision, një zbulim, një sekret. Dhe tani, pas gjithë kësaj udhëtimi, ne kemi kuptuar se sekreti nuk ishte thjesht një objekt në hën. Sekreti ishte vetë natyra e realitetit, vetë fakti se ne nuk e dim gjithçka, se universi është më kompleks se sa modelet tona, se ka gjëra që ne sapo po fillojmë t'i shohim. Dhe kjo është ajo që e bën këtë histori kaq të fuqishme, sepse ajo nuk përfundon me një përgjigje të qartë.
Ajo përfundon me një ftesë për të vazhduar kërkimin. Armstrong dhe Aldrin u kthyen nga hëna me një zbulim që ndryshoi gjithçka, por ata nuk e kuptuan plotësisht atë që kishin gjetur, sepse asnjë prej nesh nuk e kupton plotësisht. Ne jemi ende në fillimin e kësaj udhëtimi, dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk përfundon kurrë. Ajo gjithmonë na shtyn të shkojmë më larg, të shohim më thellë, të pyesim më shumë. Ajo na kujton se çdo përgjigje që marrim është vetëm një hap tjetër në një rrugë që nuk ka fund. Pra, çfarë do të ndodh tani? Çfarë do të ndodh kur ne kthehemi në hënë me instrumente më të mira? Çfarë do të ndodh kur studiojmë objektin me një nivel detaji që Armstrong nuk mund ta imagjinonte? Ndoshta ne do të zbulojmë se ai është një formacion natyror që thjesht nuk e kuptuam. Ndoshta ne do të zbulojmë se ai është një relikt nga një proces kozmik që ndodhi miliarda vjet më parë. Ose ndoshta ne do të zbulojmë se ai është diçka që nuk përputhet me asnjë kategori që kemi. Por pavarësisht nga ajo që zbulojmë, një gjë është e sigurt. Ne nuk do të jemi të njëjtët. Çdo zbulim që bëjmë na ndryshon. Çdo pyetje që bëjmë na shtyn të rishikojmë atë që menduam se dinim. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori është më shumë se një mister shkencor. Kjo është një histori për natyrën e njerëzimit, për aftësinë tonë për të mësuar, për të rritur, për të evoluar, për guximin tonë për të parë atë që na frikson, dhe për shpresën tonë se në fund e vërteta do të na çlirojë. Sepse e vërteta, pavarësisht se sa e pazakont mund të jetë, është gjithmonë më e mirë se ignoranca. E vërteta, pavarësisht se sa na sfidon, është gjithmonë më e vlefshme se iluzionet tona të rehatshme. Dhe e vërteta, pavarësisht se sa kohë na duhet për ta arritur, është gjithmonë qëllimi që ja vlen të ndjekësh. Pra ndërsa qëndroni këtu, duke dëgjuar këto fjalë, pyesni veten: a jeni gati të pranoni se ka gjëra që nuk i dini? A jeni gati të heqni dorë nga siguritë e thjeshta për të ndjekur pyetjet e vështira? A jeni gati të jeni pjesë e një udhtimi që mund të mos përfundojë në jetëtimet tuaj, por që do të ndryshojë mënyrën se si njerëzimi e sheh veten? Sepse kjo është ajo që kërkohet nga ne tani. Jo përgjigje, po pyetje. Jo siguri, po guxim. Jo një mbyllje e rehatshme, po një hapje e guximshme drejt asaj që nuk e kuptojmë. Dhe ndërsa mbyllim këtë histori, le të mbajmë në mend një të vërtet të fundit. Objekti në hënë nuk është fundi. Ai është fillimi. Fillimi i një epoke të re të eksplorimit. Fillimi i një mënyre të re të menduarit për vendin tonë në univers. Dhe fillimi i një udhtimi që do të na çojë drejt pyetjeve që ne ende nuk i kemi imagjinuar. Pra nuk pyetni se çfarë zbuluan Armstrong dhe Aldrin. Pyetni se çfarë do të zbulojmë ne. Sepse historia e vërtet nuk është ajo që ndodhi në të kaluarën. Historia e vërtet është